Një shtetas shqiptar i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet shqiptare është arrestuar nga policia britanike në kuadër të një operacioni të përbashkët me policinë e shtetit dhe Interpolin. I arrestuari është Ervis Vrenozi, 39 vjeç, i dënuar nga gjykata e Firit në vitin 2020 me 5 vjet e 4 muaj burgim për kryerjen e veprave penale mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, si dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Operacioni për kapjen e tij është koduar akuzat dhe është rezultati një bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet strukturave operacionale të policisë së shtetit dhe homologëve të saj në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, kapja e Vrenozit u bë mundur fal koordinimit të informacionit dhe veprimeve të përbashkëta hetimore në bashkëpunim me Interpol Manchesterin. Aktualisht, autoritetet shqiptare po punojnë përmes Interpol Tiranës për të përfunduar procedurat ligjore që do të mundësojnë ekstradimin e Vrenozit në Shqipëri, ku do të vuajë dënimin e dhënë nga drejtësia shqiptare.